Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medjave. Ne si grup këshilltarëve të AKI-s dhe Lidhjes Shqiptare, sot në arkivin e komunës së Tetovës kërkuam një thirrje urgjente të një seance të jashtëzakonshme. Kjo kërkesë vjen pas akvendimit të papranueshëm, skandaloz dhe anti-shqiptar të gjykatës kushtetuese, me të cilin u shfiqizua vendimi i Këshillit të vitit 2006 për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve në Tetovë. Ky nuk është vendim juridik, por një goditje e rëndë dhe e qëllishme ndaj identitetit historik, realiteti shoqëror dhe dinjitetit qytetar të Tetovës. Në vitin 2006, Bashkimi Demokratik për Integrim e meratoi këtë vendim me votim të gjithë këshilltarëve, të gjithë etnive, me marrëveshje të plotë politike dhe me votim sipas parimit të badenterit. Sot kërkojmë që ky vendim të rimiratohet menjëherë, duke pasur parasysh se, sipas regjistrimit të fundit, për këtë çështje nuk kërkohet më votim i dyfisht me badenter në Këshillin e Komunës së Tetovës. Tetova nuk guxon të kthehet prapa, Tetova duhet dhe do ta mbrojë historinë, dinjitetin dhe realitetin e saj. Ju falenderit. Nëse nuk ndryshohet, a planifikoni ndonjë protestë para gjykatës kushtetuese? Nuk përjashtojmë një gjë të tillë, mirë po ato vendime do t'i marrën organet më të larta politike. Organi më i lartë politik në Bashkimin Demokratik është Kryesia Qendrore. Ne do të qëndrojmë pas që ky vendim apo në edhe të qaj? Opinionin nuk jam Nuk jela. Këshilli i përditshëm. e mora në sekret të organet e larta. Okej, bënë një. A parashikohet ndonjë protestë? Pa gjasa që të protestohet para gjykatës kushtetuese? Në qoftë se Këshilli i Përditshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim do të marrë një vendim të tillë, ne si këshilltar patjetër se do ta përkrajmë. Faleminderit. Kështu edhe nuk ishte. Do të thonë, vendimi është në kohën e BDI-s, ku nuk është respektuar një nen i ligjit për emërimin dhe riemërimin e rrugëve, konkretisht nuk është marrë përqim nga qeveria dhe komuna disponon dokumentacion, po edhe qeveria mbas cilës domethënë gjykata kushtetuese këtu është ajo sepse i ka shfrytëzuar, nuk është çështja se janë nga Shqip, nuk janë nga Shqip, çështja se nuk është respektuar procedura. Pse BDI-ja domethënë nuk e korrigjoi këtë edhe përgjatë viteve të tjera të qeverisë, sepse domethënë është vendimi i vitit 2007, tash shohim se ka reagime të VSUB, kur domethënë procedura nuk është kryer siç duhet në kohën e saj. Arsyetimin ende nuk e kemi nga gjykata kushtetuese, se është si do vendimi i mbrëm, mirë po tash e ka shansa Kryesia e re e Komunës së Tetovës që ne nesër të thirrim një seancë të jashtëzakonshme, ku në seancën e jashtëzakonshme kërkojmë që edhe një herë ky vendim të rimiratohet dhe përkrajën tonë politike si këshilltar e ka, nëse kanë fuqi takak politik, le ta votojnë nesër. Të